Gjirokastra ka përkujtuar sot 113 vjetorin e pavarësisë. Autoritete vendore, përfaqësues të institucioneve qytetar u bën bashkë në kodrën e rilindasve, ku kryen homazhe, vendosën kurora me lule në këtë vend ku prehen eshtrat e 5 patriotëve gjirokastrit: Bajo e Çerçistopulli Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri e Andon Zako Çajupi. Si çdo 28 nëntor, ne nderojmë ditën e pavarësisë. Fim këtu te memoriali i rilindasve për të shprehur mirënjohjen për gjithë ata gjirokastrit, që në fakt nuk ishin thjesht të penës, por ishin edhe të pushkës, ata mendje ndritur, të cilët në fakt të dhanë kontribut të rëndësishëm në pavarësinë e Shqipërisë. Rrofë ditë e pavarësisë, rrofë Shqipëria. Zgjodhëm sot të nderojmë 28 nëntorin pranë memorialit të rilindasve, sepse ishin pikërisht ata që frymëzuan popullin për të krijuar këtë ditë të shënuar që ne festojmë sot. Ishin pikërisht ata që në ditët më të errta, me dashurinë, vizionin, për kushtimin e tyre, ju dhanë shqiptarëve emër, dinjitet dhe krenari. Sot nderojmë ata që ishin frymëzues të shpirtit njerëzor, të cilët kuptuan se përpara se të çlironin trojet, duhet të çlironin mendjet njerëzore. Lavdi rilindasve, lavdi atyre që na mësuan të jemi komb, gëzuar 28 nëntorin. Në këtë ditë të shënuar të historisë së Shqipërisë, përcolli mesazhin e tij edhe deputeti i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Piro Dhima. Sot nderojmë ditën e flamurit, këtë ditë që të parët tanë luftuan dhe për një Shqipëri më të lirë, më dinjitoze dhe më europiane. Dhe sot këtej nga ky memoriali i rilindasve, unë kam një mesazh për Gjirokastrën që ne jemi brezi në të cilin mundet kjo aspirat e këtyre rilindasve dhe e atyre njerëzve që dhanë jetën, kontributin e tyre të bëhet realitet. Gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë. Tërë jetën e tyre e quan me luftë, me pushk, me armë, dorë, për një Shqipëri të pavarur dhe solide, për një arsim, kulturë dhe dinjitet kombëtar. I paruar qoftë kujtimi patriotë. Dita e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë është kurorëzimi i sakrificës së vazhdueshme ndër shekuj me synim krijimin e shtetit shqiptar.